Dje në orën 11:50 në rrugën Tetov Gostivar, tek pika e pagesës rrugore në Gostivar, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në trafikun rrugor Gostivar kanë privuar nga liria një 18 vjeçar nga fshati Vrapçisht i Gostivarit. Gjatë kontrollit në trafik, zyrtarët policor kanë ndaluar automjetin e udhëtarve, Rover, me targa të Gostivarit, të cilën ai drejtonte, dhe pas kontrolleve të kryera është konstatuar se ka drejtuar automjetin pa pasur leje drejtimi. Automjeti është konfiskuar, ndërsa ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plot të rastit do të vijojë kallëzimi sipas nenit 297 A të kodit penal. Dje në orën 13:30 në rrugën rajonale Mavrov-Rostush, tek vendi quajtur Hani i Prisojnicës, zyrtar policor nga stacioni policor Rostush kanë privuar nga liria një 43 vjeçar nga Shkupi, sepse gjatë kontrollit në automjetin e udhëtarëve Audi me targa të Shkupit është gjetur dhe konfiskuar lëndë e bardhë pluhur. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje në orën 14 në rrugën Cvetandimov në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov në bazë të urdhëresës gjyqësore për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 284 A të kodit penal, kanë arrestuar një 51 vjeçar nga Tetova. Ai është dërguar në institucionin ndëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 15, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një person nga Gostivari, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij, 48 vjeçare, se e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 15:35 në fshatin Bogovin të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor Kamjan kanë privuar nga liria personin 66 vjeçar nga fshati Bogovin. Ai dyshohet se ka kryer veprën penale vjedhje e rënd sipas nenit 236 të kodit penal, ndërsa kërkohej me telegram nga Departamenti për punë të brendshme Kërçov. Pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzimi përkatës. Dje në orën 19:10 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 31 vjeçar nga rrethina e Tetovës, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga bashkëshortja e tij jashtëmartesore, 36 vjeçare nga Tetova, se e ka kërcënuar dhe i ka kërkuar t'i blinte banesë dhe makinë. Në të kundërtën do ta vriste. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në orën 18:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një burr 56 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se para shtëpisë së tij është sulmuar fizikisht nga dhëndri i tij nga një fshat i Tetovës, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 20:35 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në bulevardin Ilinden në Tetov, automjeti i udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës i drejtuar nga një 65 vjeçar nga Tetova ka goditur një këmbësore 52 vjeçare nga Tetova. Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar 52 vjeçarja, të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Inspektimi në vendin e ngjarjes është kryer nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov. Dje në orën 15:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën jashtë Vardarit në Tetov, automjeti i udhëtarëve Volkswagen Golf me targa të Tetovës i drejtuar nga një 70 vjeçar nga Tetova ka goditur këmbësorin 46 vjeçar nga Tetova. Në aksident, këmbësori ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Inspektimi është kryer nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov.